Aty ku toka e shtrir pafund rrethohet nga malet të thepisura, që zgjaten sikur po mbajnë mbi supe kupolën e qiellit. Që atje u nis hipur mbi deven e tij rrugës në drejtim të Jethribit, Medinës, në një udhtim që zgjati rreth 8 ditë. Nuk po shkonte në Medinë, as për të bërë tregti, dhe as për të vizituar ndonjë të afërm, por po shkonte të takonte atë që thoshte se ishte i dërguar i Allahut. Donte të sigurohej për vërtetësinë e profecisë së tij dhe të mësonte rreth mesazhit që donte të përcillte, që të kishte mundësi të merrte një vendim të drejtë rreth fesë që do të zgjidhte për të adhuruar Zotin e tij. Arriti në Medinë, e uli deven në hyrje të xhamisë, e lidhi dhe më pas hyri në xhami. Ai ishte një beduin arab, i ashpër në paraqitje, dhe me flok kaçurela të lidhura në 2 bishtaletca të kapur fort. U afrua dhe qëndroi para sahabëve, ndërsa ishin ulur, dhe i dërguari i Allahut ishte mes tyre, por ai nuk po e dallonte dot. U afrua pak dhe i pyeti: "Cili nga ju është biri i Abdul Mutalibit?" I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk ishte ndonjë simbol të veçantë dhe ndonjë tregues ceremonial që ta dallonte nga të tjerët. Ata nuk gjetën gjë tjetër që t'i tregonin, por i thanë: "Është ai i bardhi që qëndronin mbështetur në krah." Shkoi drejt tij, i qëndroi përpara dhe ju drejtua njësoj si gjithë njerëzve të tjerë me fjalët: "O djali i Abdul Mutalibit, Muhamedi jeti?" Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Po." Me gjithë të utësinë e kësaj mënyre të komunikimit, ai e pasoi atë dhe më shumë se kaq duke i thënë: "Unë do të pyes dhe do të jemi ashpër në pyetje. Prandaj mos ma merr për keq." Profeti i tha: "Nuk të marr për keq, prandaj pyet si të duash." Në fenë e profetit dhe në mësimet e tij nuk ishte ndonjë zonë të ndaluar, dhe as ndonjë cep të errët për të cilët nuk duhej pyesje, sepse çdo gjë ishte e qartë dhe ndriçuar. Ai bëri disa pyetje që tregojnë për një mendje të kulluar dhe një metodologji në të menduar. Pyetja e parë ishte: kush e ka krijuar qiellin? Pejgamberi tha: Allahu. Ai tha: kush e ka krijuar tokën? Pejgamberi tha: Allahu. Ai tha: kush i ka ngulur malet dhe ka vendosur në tokë këto që i shikojmë? Pejgamberi tha: Allahu. Ai tha: unë po pyes në emër të atij që e ka krijuar qiellin, që e ka krijuar tokën, që e ka krijuar malet dhe që ka vendosur në to këto që i shikojmë, në emër të Zotit tënd dhe të atyre që kanë qenë para teje dhe të atyre që do të vinë pas teje. Allahu të ka dërguar ty për të gjithë njerëzit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: Pasha Allahun, po. Ai tha: unë do të pyes në emër të atij që të ka dërguar ty. Allahu të ka urdhëruar që të adhurojmë vetëm atë dhe t'i braktisim ta idhuj që i adhuronin prindrit tanë bashkë me Allahun. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: Pasha Allahun, po. Ai tha: unë po të pyes në emër të atij që të ka dërguar ty. Allahu të ka urdhëruar që t'i falim këto 5 namaze gjatë ditës dhe natës. Pejgamberi tha: Pasha Allahun, po. Ai tha: unë po të pyes në emër të atij që të ka dërguar ty. Allahu të ka urdhëruar që ta marrësh këtë sadaka, zakat nga të pasurit dhe ta shpërndash atë për të varfrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: Pasha Allahun, po. Ai tha: unë po të pyes në emër të atij që të ka dërguar ty. Allahu të ka urdhëruar që ta agjerojmë Ramazanin një herë në vit. Pejgamberi tha: Pasha Allahun, po. Ai tha: unë po të pyes në emër të atij që të ka dërguar ty. Allahu të ka urdhëruar që ta vizitojmë shtëpinë e tij, Qaben, nëse kemi mundësi. Pejgamberi tha: Pasha Allahun, po. Ai tha: unë dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguar i Allahut.
Betohem në atë që të ka dërguar me të vërtetën. Unë as nuk do të shtoj mbi to, dhe as nuk do t'i lëm mangët. Unë jam Dimam Bnu Thalebe, nga fisi Beni Sad Bnu Bekër, dhe ndaj sjelljeve të pamoralshme dhe të urryera ne largoheshim prej tyre edhe para Islamit. Kurse tani që jemi bërë musliman do të largohemi edhe më shumë prej tyre. Pasi mbaroi këtë fjalë, u kthye tek deveja e tij, e zgjidhi, i hipi dhe mori rrugën për të kthyer tek populli i tij, sepse nuk kishte nevojë për gjë tjetër në Medinë. Pasi u largua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ky burr e mësoi atë që i duhej. Nëse burri me 2 bishtaleca i qëndron besnik asaj që tha, do të hyjë në xhenet." Edhe më të diturit e sahabëve u mahnitën nga mençuria e këtij beduini. Ajca Omeri radiallahu anhu tha: "Nuk kam para s'kën tjetër të pyes më mirë dhe në mënyrë më të përmbledhur se Dimami." Ndërsa ai, kur arriti tek populli i tij dhe njerëzit u grumbulluan rreth tij, gjëja e parë që bëri ishte rrënimi i madhështisë rreme të idhujve që i adhuronin, duke u thënë: "Mirë Lati dhe Uzaja." Njerëzit që ishin aty u habitën nga guximi i tij për t'i kundërshtuar idhujt që adhuronin dhe filluan të paralajmërojnë nga dëmi që mund t'i shkaktonte zemrimi i zotave, duke thënë: "Mos o Dimam, ruhu nga lebrosa." Por Dimami e kishte tejkaluar tashmë këtë lloj bestytnie dhe e kishte saktësuar për fytyrimin dhe bindjen e tij, prandaj u tha: "Të mirët ju, pasha Allahun, ata, idhujt, nuk të bëjnë dot as dëm dhe as dobi. Allahu ka dërguar profetin e tij dhe i ka shpallur librin për t'ju shpëtuar nga gjendja ku jeni. Dijeni se unë dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, që është i vetëm dhe pa shok, dhe se Muhamedi është robi dhe i dërguari i Allahut. Sapo jam kthyer nga ai me urdhëresat dhe ndalesat që na nevojiten, e i vazhdoi të bisedonte dhe t'i bindte ata, derisa erdhi mbrëmja dhe të gjithë burrat dhe gratë e atij vendi u bën musliman. Lajmet e tij dëgjuan edhe sahabët dhe Ibn Abbas radiallahu anhu tha: "Nuk kemi dëgjuar për ndonjë delegacion tjetër më të mirë se ardhja e Dimam Bnu Thalebe." Le të ndalemi tek disa mësime që përfitojmë nga kjo ndodhi. 1. Çështja e saktësimit të besimit dhe bindjeve fetare. Kishte rëndësia aq të madhe tek Dimam Bnu Thalebe, sa për këtë qëllim bëri gjithatë udhtim të gjatë për të siguruar për lajmet që kishte dëgjuar rreth të dërguarit të Allahut, e të kishte mundësi të merrte një vendim të qartë rreth fesë së mëparshme. Kjo tregon edhe seriozitetin e tij në raport me besimin dhe gatishmërinë për të marrë përgjegjësinë e kësaj feje. Nëse i bëhet e qartë vërtetësia e këtij të dërguari dhe vërtetësia e këtij mesazhi që ju bëi qartë në duart e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. 2. Integrimi i plotë i pejgamberit në mesin e shokëve të tij. Ai sa kushdo që hynte tek ata, nuk e dallonte atë kush ishte në mesin e tyre. Cili nga ju është biri i Abdul Mutalibit? Veshja e tij nuk ishte e veçantë dhe nuk mund ta dalloje nga mënyra se si qëndronin ata që ishin rreth tij. Madje ai kishte ndaluar ata që të qëndronin në këmbë për të, njësoj siç bënin të huajt. Në këtë mënyrë, ai qëndronte larg paraqitjes së mendjemëdhenjve dhe arrogantëve. Me anë të afrimitetit dhe integrimit me shokët e tij, arriti t'i korrigjonte perceptimet dhe sjelljet e tyre ndaj dashuria për të gjetë vend në zemrat e tyre. 3. Ardhja e Dimamit tek pejgamberi ndodhi pas çlirimit të Mekës, kur njerëzit hyn në fenë e Zotit turma, kurse fiset arabe ju nënshtruan pejgamberit në shumicën e trojeve të kadishullit arabik. Megjithatë, ai u drejtua pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë lloj mënyre dhe tregoi vrazhdësi në pyetjet që i bëri. Megjithatë, pejgamberi me moralin e tij të lartë e pranoi atë bashkë me sigurinë e personalitetit dhe guximin në të folur që tregoi Dimami. Kjo bëri që ky beduin të sillej sipas natyrës së tij, duke qëndruar larg lajkave dhe etikës false që tregohet shpesh në kësi rastesh. Pozita dhe vlerat e burrave të tillë ishin të garantuara tek profeti. As nuk cënoheshin me poshtërim dhe as nuk nënvlerësoheshin me përçmim. Ata qëndronin para tij me gjithë krenarin tipike që i karakterizonte dhe largoheshin nga ai edhe me më shumë krenari dhe siguri. Nëse profeti do të kishte qenë i ashpër dhe i vrazhd në zemër dhe në fjalë, ata do të ishin larguar prej tij. 4. Pyet për çfarë të duash. Kjo ishte parulla profetike që i dilte përpara çdo kërkuesi të së vërtetës. Para tyre nuk ishte pyetje të ndaluara, sepse në fenë që solli Muhamedi nuk ka asgjë që të vjen turp ta përmendësh, ose që e vën në siklet atë që pyetet.
ose që mendja nuk mund ta kuptojë dhe as ta perceptojë. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e hapi plotësisht derën e pyetjeve pa vënë asnjë kusht. Pyet për çfarë të duash, si dhe i dha garanci duke i thënë, nuk të marr për keq. Në këtë mënyrë, një musliman që e njeh mirë fenë e tij dhe ka sigurinë atë, nuk ndihet në siklet nga asnjë lloj pyetjeje që mund t'i bëhet atij. 5. Besimi i imamit radhiyallahu anhu tek mesazhi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk u bazua vetëm tek pohimi që i bëri ai betimit të imamit, sepse dikush mund të thotë, ai nuk ka turp të pretendojë diçka, nuk ka turp as që të betohet për hir të saj. Por ky betim profetik erdhi si konfirmim i argumenteve të shumta që i kishin shkuar imamit për vërtetësinë e profecisë së tij. Prej tyre përmendim njohuritë që kishte ai rreth përmbajtjes së ftesës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasi ishte vetë imami që po ja paraqiste atij rregullat e fesë, siç i kishte mësuar nga të dërguarit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe mjaftohej vetëm me konfirmimin e pejgamberit për to, sepse në brendinë e asaj drejt së cilës ftonte ai, gjendeshin edhe argumentet që vërtetonin se ai ishte i dërguari i Allahut. Vetë fakti që ai e pa me sytë e tij pejgamberin është një argument tjetër, sepse pamja e tij ishte pasqyrimi i sinqeritetit që ai kishte brenda vetes, siç ka thënë Abdullah ibn Selam radhiyallahu anhu. Po kur e pash fytyrën e tij me vëmendje e kuptova se fytyra e tij nuk ishte fytyrë gënjeshtari. Po ashtu fama e profetit ndër fiset arabe, si njeri që thoshte vetëm të vërtetën, ishte një argument tjetër. E për këtë arsye i kërkoi të betohej, sepse ai e dinte se Muhamedi nuk mund të thoshte të vërtetën në fjalë e të mund gënjente ndërsa betohej, e si mund gënjente ai për Zotin, ndërsa në jetën e përditshme mes njerëzve nuk gënjente kurrë. Duke marrë parasysh të gjitha këto argumente, ai e besoi atë, sepse me të vërtetë profeti sallallahu alaihi wasallam ishte më i sinqerti dhe më i besueshmi. 6. Betohem në atë që të ka dërguar me të vërtetën. Unë as nuk do të shtoj mbi to dhe as nuk do t'i lëm mangët. Me këto fjalë imami radhiyallahu anhu i dha lam të mirën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi mësoi bazat e Islamit, e realizoi qëllimin e vizitës dhe pasi premtoi se nuk do të linte asgjë mangët prej tyre. Megjithatë, kur u kthye tek populli i tij, qëndroi në mesin e tyre si ligjërues i vërtet dhe filloi që t'i ftonte ata në fe dhe diskutoi me ta derisa të gjithë e pranuan Islamin. Imami radhiyallahu anhu çështjen e ftesës e kishte kuptuar si pjesë e asaj që kishte premtuar se nuk do ta linte mangët, jo si pjesë atyre gjërave për të cilat kishte marrë amnisti që të mos i bënte. Ky ishte edhe shkaku që gjëja e parë me të cilën e filloi punën e tij ishte pikërisht ftesa e popullit të tij për të hyrë në fenë islame. Kjo tregon mençurinë dhe të kuptuarit e drejtë që kishte ai, siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të. Ky burr e mësoi atë që i duhej.